Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin Presheva. Ndjekim së bashku titujt e këtij edicioni. Deri më 31 mars duhet të legalizohen edhe objektet shtesë. Mbahet karvani poetik në shkollën e mesme teknike organizuar nga shoqata e shkrimtarëve Fenix. Presheva me rrethin ka hapësira interesante për të shkrepur fotografi të bukura. Krenar Halimi. Drejtorati për urbanizëm sot ka mbajtur takim me kryetarët e bashkësive lokale ku është diskutuar për legalizimin e objekteve pa leje. Qëllimi i këtij takimi ka qenë që bashkarisht të ndërmerret aksioni për legalizimin e objekteve dhe anekseve shtesë pas datës 31 mars, ku ato mund të rënohen. 31 mars është shtafati i fundit për legalizimin e objekteve pa leje, me qëllim të vetëdijësimit, por dhe identifikimit të objekteve pa leje në komunën tonë. Drejtorati për urbanizëm sot ka mbajtur takim me kryetarët e bashkësive lokale. Kryeshefi i urbanizmit Uran Shaipi ka thënë se procedurës së legalizimit duhet i nënshtrohen edhe objekte tjera, si odat, shtallat apo dhe garazhat. Qëllimi është që çdo objekt i ndërtuar pa leje patjetër duhet të evidentohet si objekt pa leje, në mënyrë që mos andej të procedohen. Informatat nga tereni që i kemi janë të atilla se ka shumë objekte që janë të pa lajmëruar. Në fillim, qytetari ka pas njohuri se vetëm se shtëpia duhet të lajmërohet. Mirë po, e njëjta ngjav vlen edhe për objektet ndihmëse, çfarë janë garazhet, çfarë janë plemet, çfarë janë shtallat e ndryshme, çfarë janë ahret e ndryshme, apo odat e ndryshme, se na shpesh kemi që ndërtojmë edhe do anekse, që janë specifike për neve, gjitha ato do të duhet të lajmërohen. Afati është shumë i shkurt, prandaj kemi shkuar që në bashkëpunim me profesorët e bashkësive lokale, kuptohet edhe kryetari na ka ndihmuar maksimalisht me edhe ai u kyç në atë dimensionin që atij i përket, kryeshefi i administratës, organet përgjegjëse që kanë do të thotë në atë vertikalin e kanë si përgjegjësi do të thotë ligjore, në mënyrë që të arrimi sa më me sukses 31 marsin. Shaipi ka thënë se komisionet në bashkëpunim me kryetarët e bashkësive lokale do të evidentojnë objektet në terren dhe do t'i njoftojnë qytetarët për procedurat e legalizimit. Kryetarët e bashkësive lokale, si njerëz të terrenit që e njohin terrenin atyre, do të jenë në funksion të punëtorit të komunës, se janë formuar 2 komisione ku do të jenë diku një 10 punëtorë të komunës, të cilët mësë do dalin në terren, edhe ata mësë do të thotë bashkë me kryetarët e bashkësive lokale apo profesorët e bashkësive lokale, pasi nuk e njohin terrenin. Po do të shkojnë edhe thjesht në komunikim. Komunikimi thjesht me qytetarin do të lehtësohet maksimalisht nëse kyçen njerëz të atij rrethi, atij mesi ku bëhet evidentimi i objekteve. Unë prapë shfrytëzoj këtë mundësi që të gjithë ata që janë gjendje do të ta përcjellin këtë informat, ta dinë se dikush do të vjenë te shtëpia tyne, qëllimi nuk është i keq, qëllimi është do të thotë të lehtësohet maksimalisht do të thotë evidentimi i këtyre objekteve, edhe të lehtësohet maksimalisht do të thotë qasja në licimin e objekteve. Afati i fundit për legalizimin e çdo objekti është deri më 31 mars. Megjithatë, ky afat shtesë është edhe i fundit, pasi pas kësaj date objektet e pa legalizuara mund të rënohen me vendim qeverie. Shoqata e shkrimtarëve të Luginës Fenix në ambientet e shkollës së mesme teknike ka shënuar sot karvanin e shkrimtarëve të Luginës. Pjesë e karvanit të shkrimtarëve ishin edhe poetë nga Kosova, të cilët nderuan këtë aktivitet të sotëm të shoqatës Fenix. Në organizim të shoqatës së shkrimtarëve të Luginës Fenix në ambientet e shkollës së mesme teknike Presheva në Preshev, dega mjekësisë, është mbajtur orë letrare, duke filluar kështu karvani i shkrimtarëve të Luginës për vitin 2017. Sipas kryetarit të kësaj shoqate, Bilal Maliqi, kjo ditë është mjaft e rëndësishme për kombin ton, siç është flaka e janarit, për kujtim dhe nderim të gjithë të rënëve për liri. Andaj, po në këtë datë, shënohet dhe karvani i poetëve të Luginës. Në mënyrë simbolike e shënuam këtë aktivitet para nxënësve të shkollës së mesme teknike Presheva në Preshev, përkatësisht të drejtimit të mjekësisë. Pra,
në këto letrare veç nis karvani shkrimtarëve të Luginës për vitin 2017, duke pasur në parasysh se kemi edhe disa orë të tjera të cilat do t'i mbajmë sot, pra do të vazhdojmë në shkollën fillore Selami Hallashi Dragovic me ciklin e ulët klasor, për të vazhduar më tej gjatë vitit kalendarik në shkollat të tjera të cilat nuk e kemi vizituar ka herë dhe do të vizitojmë, por jemi të ftuar edhe jashtë territorit të Luginës Preshevës të mbajmë o letrare në bashkëpunim me klube, asociacione të tjera letrare që veprojnë jashtë kufive të Luginës Preshevës. Ndërkaq, pjesë e karvanit të shkrimtarëve ishin edhe poetë nga Kosova, të cilët nderuan këtë aktivitet të sotëm të shoqatës Fenix. Në këto letrare përpos antarëve prezent të shoqatës shkrimtarëve Fenix, përkatësisht të karvanit të shkrimtarëve të Luginës, kemi edhe 2 mysafir, përkatësisht 3 mysafir nga Republika e Kosovës. Kemi poetin Hajrush Redenica, i cili vjen nga komuna Gjilani, dhe Selvete Tahiri, e cila vjen nga Mitrovica, një poete e talentuar, dhe Fata Uka, po ashtu një veprimtare do të thotë veprimtare kulturore, letrare dhe kombëtare. Kështu që ne ishim të nderuar si shoqat me pjesëmarrjen e tyre, sepse e arritën atë vlerën edhe të orës letrare, por edhe të manifestimit Flaka e Janari që sot fatmirësisht u realizua në këtë shkollë. Pas pauzës disa vjeçare të mbajtjes së Flakës së Janarit, tani shoqata Fenix ka marrë përsipër që të organizojë këtë aktivitet. Flaka e Janarit në Luginë Preshevës, përkatësisht në Gjimnazin Skënderbeu, ka herë është mbajtur nga zonja e nderuar Sadete Presheva, me koatët të grupit letrar Migjeni, por me vdekjen e zonjës Sadete, thuaj se grupi letrar Migjeni është shuar përfundimisht dhe kjo datë me rëndësi nuk manifestohet në gjimnaz, kështu që ne e morëm si obligim shoqata jonë që të vazhdojmë aty ku ka lënë zonja e parë Sadete Presheva, kështu që ne do të vazhdojmë prej vitit kaluar dhe vitet e ardhshme do të esim nëpër shkolla duke shënuar këtë datë shumë e rëndësishme për kombin tonë. Viti 2017 shënon dhe për vjetorin e 2 të karvanit të shkrimtarëve që organizohet për nder të Flakës së Janarit. Vazhdojmë me lajmet. Presheva me rrethin ka hapësira interesante për të shkrepur fotografi të bukura. Duhet vetëm për t'i dhënë shpirt fotografisë, tha kështu në programin e paradites fotografi preshevar Krenar Halimi. Sipas Halimit, një fotografi jep informacione sa më shumë fjalë të tjera që mund të shkruhen për një ngjarje. Sa ka vendet bukura për të nxjerrë fotografi në qytetin e Preshevës? Cilat janë lokacione që i preferoni ju më shumë? Po, kam mjaftu shumë në Preshevë vendet ndryshme, unë këtu për rreth kam, po edhe kam vizituar në shumë fshatra si Malore dhe kështu në Preshevë. Ka vendet bukura, kam mujt me nxjerrë fotografi shumë të mira, edhe pse si tash tina dimrit këtë vit temperaturët e ulta kanë vështirësu, po prap jam mundu që të nxjerrë fotografi dhe kam mund, sidomos disa të qyteti kanë nxjerrë disa fotografi të mira, mendoj që janë pëlqyer edhe nga njerëzit sipas rrjeteve sociale sa po i shohim aty dhe po i publikojmë fotografi të ndryshme. Çfarë janë kushtet që punon një fotograf në vendin tonë? Është pak e vështirë me thonë drejtën këtu tek ne, është një numër shumë i vogël i fotografëve që miren vazhdimisht me këtë punë, ka fotograf por gjatë sezonës verës, por kështu që miren vazhdimisht me këtë punë është një numër shumë i vogël, edhe nuk ke përkraje nga instituciones dhe kështu që si them, s'di, dhe është shumë e vështirë, nuk ka ndonjë grup për shembull që të bëhemi së bashku të dalim të fotografojmë ose kështu, edhe një vend i vogël ndoshta ka edhe vendi ka pak faj, po është edhe problemit e pasiviteti i trive, ndoshta që nuk merren me kësi aktivitete, po sidoqoftë nuk është edhe aq e lehtë. Tani më jeni të angazhuar direkt dhe për cilën gjitha aktivitetet, takime që realizojnë edhe kryetari i komunës, jeni të angazhuar në kabinetin e kryetarit. Mund më na fol pak për këtë eksperiencë? Po, kjo për mua një eksperiencë e re dhe ndryshe nga ato që kam punu deri sot, është një eksperiencë që një punë me përgjegjësi më të lartë, është një punë ndryshe, por me kalimin e kohës po adaptona me këtë dhe po mundona që të përmirësohem edhe më shumë edhe të punoj edhe më shumë, edhe pse kryetari është një njeri shumë komunikativ në këtë rast, e vlerëson fotografin edhe komunikon për çdo rast, i jap sugjerime edhe unë, edhe
kena pas disa takime ku janë shumë të rëndësishme dhe aty duhesh mu konë shumë i vëmendshëm, se për shembull janë momente që nuk kthehen më prapa, edhe duhesh të kapësh momentet më të mira, po ka edhe për shembull ki pengesë sepse nuk jeti i vetmi aty, ka shumë media, ka shumë fotograf tjerë, dhe ti duhesh se gjithë secili për vete kanë ardhur aty të nxjerrin ato më të mirët, edhe ti duhesh të mundohesh sa më mirë që të nxjerrësh pamje ose të kapësh momente që i duhen edhe që duhen të publikohen. Dhe është diçka me përgjegjësi të lartë, por sidoqoftë ja kam arritë që me të vërtetë ku marr fotografi të mira edhe të kryetarit në për shumë takime të rëndësishme. Ju njohim në vazhdim me zhvillime tjera të ditës nga rajoni. Avokati Ramush Haradinaj Arjanit Koci ka hedhë poshtë pretendimet e prokurorit serb Milan Petrović lidhur me ekstradimin e liderit të AK-s Ramush Haradinaj në gjykatën speciale. Koci për një prononcim ka thënë se Milan Petrović, udhëheqësi për krime lufte në Serbi, po e përdor një gjuhë të pazakont për juristët. Ai përdoi qevele, ka deklaruar se zoti Haradinaj mund t'i dorëzojë gjykatë speciale të posaformuar dhe se sipas tij po parafrazoi ky opsion është i mundshëm dhe çdo herë po përmendet më shumë. Kjo natyrisht nuk është e vërtetë, ka thënë Koci. Gazeta më e madhe në Serbi, Blic, ka hap gazetën me titullin Putin do të njohë Kosovën. Blic në fakt nuk është një tabloid krejt bulaverdesk, por që rregullisht përdor burime relevante për të justifikuar titujt bombastik. Shkrimin e ballinës së sotme, kjo gazetë thekson: Putin do të njohë Kosovën si një shërbim ndaj Trump, në mënyrë që të nisë era e re marrëdhënieve mes dy vendeve. Duke cituar specialist diplomacisë ruse dhe serbe, Blic thekson se do të ketë një këmbim të territoreve me Krimen, ndërkaq që gazeta serbe i referohet edhe një intervistë të Putinit që në shtator kur ai fliste për njohjen e Kosovës. Putin në këtë intervistë tha se perëndimi nuk po e njeh vullnetin e popullit në Krime, ku sipas tij 70% dëshirojnë bashkimin me Rusinë e në anën tjetër në Kosovë e bën të kundërtën. Tirana renditet si qyteti i katërt më i rrezikshëm në Evropë në një sondazh të kryer nga The Top 10, një website i njohur britanik për sondazhe. Në vend parë është Moska, e pasuar nga Glasgow, Skocia dhe Sarajevo. Gjithë bota ka dëgjuar për mafian shqiptare, për trafikun e drogës, trafikimin e njerëzve, vrasjet, përdhunimet. Ata kontrollojnë mbi 40% trafikut të drogës në botë. Janë të rrënjosur thellë në Ballkan që nga shekulli i 15 thuhet në përshkrimin për Tiranën. Në raportet e FBI thuhet se mafia shqiptare është një nga 3 organizatat mafioze më të mëdha në botë, ndërsa raportet e Interpolit thuhet se mafia shqiptare është organizata e dytë më e madhe mafioze në botë. Të shohim se cilat ishin temperaturat e ditës së sotme dhe çfarë parashikojnë meteorologët për ditën e nesërme. Në këtë edicion ndoqët. Deri më 31 mars duhet të legalizohen edhe objekte qytetëse. Mbahet karvani poetik në shkollën e mesme teknike organizuar nga shoqata e shkrimtarëve Fenix. Rresheva me rrethin ka hapësira interesante për të shkrepur fotografi të bukura. Krenar Halimi. Dhe ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Njëherët ju njoftojmë se në ora 20 mund të ndiqni emisionin Studio e Hapur, ku të ftuar janë kryeshefi administratës komunale në Preshev dhe ai në Bujanos. Dhe këtu ndajmë së bashku, faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë.